Ish presidentja e Kosovës, Vjosa Osmani, ka vizituar familjen e Reshterit Afrim Bunjaku, një ditë pasi gjykata themelore e Prishtinës shpalli akt gjykimin për sulmin terrorist në Banjsk të Zveçanit. Gjykata dënoi Blagoje Spasojevićin dhe Vladimir Tolićin me burgim të përjetshëm, si dhe Dušan Maksimovićin me 30 vjet burgim për përfshirjen në këtë sulm, ku më 24 shtator 2023 mbeti i vrarë Reshteri Afrim Bunjaku. Në vizitën e saj, Osmani u shpreh se familja Bunjaku ka dhënë më të shtrenjtën për mbrojtjen e vendit dhe se asnjë akt gjykim nuk mund ta kthejë Afrimin e vrarë në jetë. Megjithatë, ajo e konsideroi dënimin e 3 të akuzuarve si një hap të rëndësishëm drejt drejtësisë. Ajo i kërkoi familjes që të mos humbas shpresën dhe u bëri thirrje institucioneve të drejtësisë që të vazhdojnë punën për të sjellë para përgjegjësisë të gjithë të përfshirët në këtë sulm terrorist. Familja Bunjaku ka shprehur pakënaqësi që organizatori i sulmit, Milan Radojičić, ende nuk është arrestuar dhe vazhdon të jetë në arrati, i mbrojtur nga Beogradi zyrtar. Ata kanë kërkuar nga Bashkësia Ndërkombëtare që të marrë masa sa më parë për ta sjellë Radojičićin para drejtësisë, duke e cilësuar situatën aktuale si padrejtësi jo vetëm për familjen, por për gjithë popullin e Kosovës. Vjosa Osmani, e cila gjatë mandatit të saj si presidente kishte mbështetur vazhdimisht familjen Bunjaku, tregoi edhe një herë solidaritet duke e vizituar atë në këto momente të vështira. Ajo ju lut familjes që të mos humbas shpresën dhe i siguroi se institucionet e Kosovës do të vazhdojnë të punojnë për të sjellë drejtësi të plotë.